Për 10 vjet numri I nxënësve në fshatin Selc të Tetovës ka rënë për më shumë se 200 nxënës, ndërsa në shkollat periferike të kësaj shkolle në Lac dhe Vic, numri I nxënësve është përgjysmuar. Kjo shkollë është ndërtuar në vitin 1954 dhe kushtet në të cilat mësojnë nxënësit nuk I plotësojnë as ata elementaret. Them të drejtën është e dhimbshme të thuhet, por nga 580 nxënës që kemi pasë në vitet 2006-2014 kemi rënë 367 nxënës. Në këtë shkollë janë mizeri, dhe me thënë nuk kemi kushte elementare, dhe me thënë shkolla është ndërtuar në vitin 1954 me gur dhe lloç, janë bërë riparime të herë pas hershme, por aq mund të qëndrojë një objekt. Afatin e ka të skaduar. Për Muamer Hasanin, objekti I ri do të ishte shpëtim, sepse presin që objekti të mbarojë sa më shpejt. Neve na gëzon fakti se në bazë të dhënave që bisedave që bëjmë me njerëzit që kanë pasë edhe qasje, e kanë vizituar objektin, është bërë një punë shumë kualitative dhe flitet se së shpejti, por afat caktuar nuk kemi. Ne presim me padurim që kyçemi në atë objekt të ri dhe të nxënësit t'i gëzohen një infrastrukture që do t'i plotësojë të gjitha standardet. I pyetur për këtë objekt, kryetari I komunës së Tetovës Bilal Kasami lëshoi akuza ndaj BDI-s, sepse siç tha, BDI e ka lënë këtë shkollë në këtë gjendje. Është shembulli më tipik I keqpërdorimit dhe korrupsionit të qeverisë paraprake të BDI-s. Ju e dini që një objekt mbeti në skelet dhe u ndru lokacioni tash po punohet në objektin e ri. Në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit punohet intensivisht që ky objekt të përfundohet në kohë, edhe pse domethënë ka disa probleme administrative, domethënë me gjatë procesit tenderimit, furnizimit dhe kështu me radhë, po unë besoj që shpejt ato do të kalon edhe ajo shkollë do të përfundohet dhe do të jetë ndër projektet e radhës të cilat do ta promovojnë si një objekt I ri shkollor. Kurse Ministrja e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, as që e kishte idenë se si qëndron problemi me këtë shkollë, por tha se I qeveria për një vit kaq ka mundur të bëj. Meni mi je žal što во изминатиот период prethodната vlada не покажала малку повеќе разбирање. Për fat të keq, në kohën që lam pas, qeveria e kaluar nuk ka treguar shumë mirëkuptim për temat e nxehta. Vazhdimisht investohet, siç edhe vetë shihni me ardhjen e qeverisë së re këndej dhe me ardhjen e qeverisjes së re lokale, investohet në infrastrukturë dhe unë vazhdimisht e them se është me rëndësi ta dini se për një vit aq mund të bëhet, e kështu me radhë. Në Selc, një objekt shkollor u fillua në vitin 2000, ndërsa I njëjti u ndërprep për shkak se rrezikonte të shembej nga rrëshqitja e dheut, ndërsa objekti që po ndërtohet u fillua në vitin 2023, por I njëjti akoma nuk është përfunduar.